Libraria Anida për herë të parë është hapur në prill të vitit 2015 në rrugën Inani Senje. Aty kemi qëndruar për 3 vite me radhë. Në bazë të kërkesave dhe nevojave për një librari më të madhe, kemi vendosur me marrë këtë lokal që jemi tash. Mungesa e shumë produkteve shkolloreve, si për shembull librave, romaneve, lektyrave, prallave për fëmijë në gjuhën shqipe, që ka pas mungesë në qytetin tonë, na ka çu drejt një ideje për hapjen e një librarie. Domethënë 3 vitet e para janë vitet më delikate, jo vetëm për biznesin tonë, po pa marrë parasysh në çdo lloj biznesi. Se 3 vitet e para ti fillon të kesh përparim dhe të kesh një menaxhem të mirë, atëherë mundohet të ngritesh do të kalosh me një standard më të lartë. Pra ashtu kemi vepruar edhe ne, kur domethënë 3 vitet e para kemi pas se biznesi jonë është duke u rrit, po shkon me një rritje graduale. Kemi vendosur që ta marrim një lokal më të madh edhe të furnizojmë më tepër me produkte shkollore. Në fillim të hapjes, domethënë për hapjen e librarisë, kam pas mbështetjen nga bashkëshorti, nga familja ime e ngushtë, edhe që më kanë dhënë përkrahje, mbështetje në maksimum. Gjëja që mua më bën të jem krenare dhe shumë e lumtur padyshim janë klientët. Shumë shpesh e tham dhe mendoj se çdo librari ka klientët më të mirë. Atëherë kur i ke ato njerëz që t'japin domethënë vetëm pozitivitet, energji pozitive, përkrahje, mbështetje, padyshim se edhe puna jonë është e palodhshme. Mendoj se deri në vitin 2018 kemi fituar popularitetin në qytetin tonë. Duke pas parasysh se në vitin 2018 kemi mbajtur 2 librari përkohësisht, domethënë për 8 muaj rresht kemi mbajtur 2 librari. Pas disa viteve fillova me i sponsorizu rrjetet sociale, faqet, edhe fillova me punu online për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Besoj se në atë kohë domethënë kemi fituar edhe popularitet, se kemi pas klientë jo vetëm nga Kumanova, Resina, po kemi pas klientë edhe nga shumë vende tjera, si Bjanoca, Presheva, kemi pas klientë nga Shkupi që kanë ardhur me blej libra dhe lektyra.